Ja të rikthehemi edhe një herë së bashku përpara se të lidhem me Shtypnin, duke qenë se televotimi vazhdon të jetë i hapur, dua të pyes pak ish banorët për atë që mendojnë ata se është më i rrezikuar. Ardit, po e nis me ty, merre pak mikrofonin aty te Xhodi. Atëre, kemi Edisën, Shëndritin, Brikenën dhe Mirin. Kam përshtypjen edhe mund të thuash Edisa, po duke qenë se Juela doli përpara saj, Edisa po na del kështu si çudi e madhe. Edhe Edisa edhe Shëndriti që është e vërteta, por që të dy kanë patur dinamika goxha të forta në shtëpi që janë diskutuar edhe jashtë në publik, por besoj se në këto momente ndoshta më i rrezikuari mbetet po nga dyshe që shpëtoi nga pra njëri mes Shëndritit dhe Edisës. Parashikim është me të vërtetë shumë e vështirë për të bërë, sepse kur del Juela që ka 105 ditë, pavarësisht faktit që unë kam thënë që Juela edhe ciklin e saj e kishte përmbyllur disa herë, por në këto momente ata të dy janë më të rrezikuarit. Për të bërë një parashikim, mund të thoja Shëndritin, sepse besoj se dhe ai nuk është se ka çfarë jep më, ndoshta Edisa mund të ketë të tjera dinamika që mund të përballet sërish me Brikenën dhe Mateon, por ndoshta Shëndriti mund të jetë më shumë, pra një fije pak më shumë i rrezikuar se sa Edisa. Okej, Stenaldo, kë mendon ti më të rrezikuar prej të katërtve? Është e vështirë në fakt. Unë mendoj që nominimi ngjelet mes dyshes së shpëtuar, Shëndritit dhe Edisës. Të them kush del, nuk është e lehtë. Megjithatë, për mua Edisa është personi që rrezikon më shumë. Margjini është i vogël, nuk ka shumë ndasi mes të dyve, po mendoj që Edisa rrezikon më tepër. Xhodi, ti? Edhe unë fakt kam përshtypjen se del Edisa, mendoj se kam mbaruar gjithë tani, do dalin të gjithë me radhë, kështu që mendoj që kësaj radhe del Edisa. Je bërë shumë e bukur sot, Xhodi. Faleminderit. Si ëngjëll. Armir? Ai dy se unë mendoj nuk i duhen dy aty, ai le me një edhe e le me një. Parashikimi im matematikor, Shëndriti. Shëndriti. Juela. Ledion, edhe unë mendoj Shëndriti. Kë do doje ti të dilte? Shëndriti, edhe Brikena. Edhe Brikena, do ta donte qefi, ajo xhaja brenda. Nuk e di. Dil moj. Shumë. Ore, po tani, pse nuk i bërtet ashtu siç bërtisje, bro? Tanit edhe Tanit, direkt. Bolli kam bërtit. Po dili çikën zëtat, Bolli kam bërtit. O, Tani! Se të bën vetëm aty brenda. Shëndriti besoj që do të dale. Kë mendon ti më të rrezikuar tanë? Edhe unë mendoj Shëndritin. Kështu që jam i sigurt që ai del sot. Okej, shohim, presim, ndërkohë shkojmë në shtëpi. Disney e këto i keni ju, unë i kam kryer. Disney edhe këto i keni ju, thot Edisa. Po pse mi Edisa, edhe në një farë moshe shikoj Disney, qa halli? Unë di çdo ram sam pam nga një vite mbesa. Nuk është Disney. E kam fjallën që di gati çdo këngë dhe prallë. La, po, Tinkle Winkle, Teletubbies, ho. Qa është ka Tinkle Winkle, Teletubbies? E ka Teletubbies pra. E ka Tinkle Winkle, po sa më Regji. E bërë shumë le. Ke vën Tanku Winky. Tinkle Winkle më. Tinkle Winkle dhe Teletubbies nuk janë e njëjta gjë, apo jo, Roger? Po, është Tinky Winky pra. Tinky Winky, po. Është Tinky Winky, Dipsy, Lala dhe Po. Wow, Rogerti që di gjithë këto Teletubbies e të original. Di edhe ato tjerë, Igu Pigu, Paka, Upsy Daisy, po ato tjerët, nuk i di ato të Begjlit, se si po i marrë. Se as unë si di, më vjen keq, nuk i di, do me thënë, ku di unë... I them tënëve që të keni fëmijë sa më të vogël që t'i mësojnë. Brikena? Jo, Ledion, Edisa ishtë këtu e bullizu bolin. Ja, mos e përdor atë fjalë. Deri aty kemi shkuar, te bullizimi i bolit. Atë mersh me vete, i tha, aq kur del, sepse... Si ndjehet bolja, a i ka ngelur mëndja të ky bullizimi fundit? Ledion, boli është mërzit shumë, se ka po që ti s'ke orë të dasma dhe ka thonë nuk isë për shkoj asun të dasma. A është mërzit bolja, apo je mërzit ti tash se? Me bolin e sjarojnë punën, halën tëmë kemi. Të dytë ka pak. Të dy, okej. Atere, ju kërkoj Miri, Brikena, Shëndriti dhe Edisa të vendoseni me kuriz nga video walli, sepse është momenti në këto qaste, për këtë televotimi cili zgjati shumë pak, njëri prej jush nuk vazhdon rrugën drejt finales, një javë e gjysmë larg saj.
në këto momente do të mbyllim zyrtarisht televotimin. E ndërkohë që bëhen gati të dhënat në zarf, Selin, kë do doje ti të dilte sonte dhe pse? Fatkeqësisht e disa, vetëm sepse dua shëndetjen shumë këtu brenda. Mateo? E disën sepse mendoj se nuk ka më çfarë të japë kësaj shtëpie. Okej ti. Pa tjetër, vetëm shëndrit lumin, sepse tani Selin është total në tërkançin e Bermudës dhe ta shohim se si është, ku është dhe me çfarë do merr. Sa frikë ke shëndrit? Oho, zoti madh. Trekënçin e Bermudës do thot? Që ka frikë shëndritën? Ku keti frikë ditën? Unë s'ka frikë asnjë për Pra, me Miri Robert Selin. Okej. Ai është trekënçi i Bermudës për ty. Okej, e kuptova. Wow, nuk më besohet. Si ju vjen të jeni kaq afër finales, edhe mos shkoni në finale, se e pyeta ju Elën kur ishte këtu, po si do qoftë ishte përgatitur se ishte në televotim që prej të shtunës, juve brenda natës, me thënë të isha në vendin tuaj, do isha duke ngrënë thonjë tani edhe duke thënë fjalët që përmendi Monika pak më herët. A shëndrit? Nuk e di, Ledion, është pa dyshim një eksperiencë fantastike, i ka edhe këto të papriturat, kështu që shpresoj publiku të më ketë mbajt ende në garë, edhe me shiju të paktën edhe këto ditë drejt fundit. Briki? Vëlla Lidion, me tregu drejtën bëllinati më kishë ardhë, ama që me bas, e pranoj që ka do që zgjedh publiku. Zoti dhash bereqedik. Zoti dhash bereqedik. Dosën e bane, çfarë i bane? Zoti dhash bereqet. E disa? Kjo është e bukur e Bigut, që është plot të papritura. Këto nuk e prisnin që unë të arrija deri në këtë pikë, po ja ku jam, kështu që shpresoj të vazhdojnë surprizat, që të dali Big Brother, jo ato që thonë këto, por ai që vendos publiku. Miri? Ledion është njësoj sigur t'ikin drita në stadium minuta 89. Edhe s'dirë si shkon ndeshja. Kam përshtypjen dhe zarfin e kam gati, e pres në studio. Hajde suksesën. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë me njëherë shtëpin, duke mos vazhduar rrugtimin drejt finales, mes Mirit, Edisës, Brikenës dhe Shëndritit, është Edisa. Edisa më vjen keq, urime Shëndrit, Brikena, Miri. Hajde, pisul kuqe. Hajde, pisul kuqe. Gëzim mes Shëndritit, Selin Mateos dhe Brikenës, ndërkohë natyrisht jo fort të lumtur Rogerti dhe Miri, të cilët kanë qenë shumë të lidhur me Edisën, thuajse që nga hyrja e kësaj të fundit, një nga hyrjet më të fundit në shtëpi, së bashku me Egin dhe Nikol, aventura e saj përfundon këtu. Edisa të pres në studio. Disa suksese. Edhe jo. Disa suksese. Kalon shumë bukur. Thank you. Shihemi. Bye bye. Bye. Ciao. Uçacağım. Wow.